pushtet, duhet me ndate. Por unë mendoj se nuk është problemi veç me nda pushtetin, është pak ma thellë se kjo, sepse janë procese cilat ai ka zhagit për 4 vjetë, por nuk di edhe sa mundet me i zhagit, nuk e dim ende. Këtu problemi është tek ndërtimi i koalicionit qeveritar, jo tek kryekuvendar, dhe kjo i bie vetëm tjetë një loj... Për mu është edhe një hap më tutje problemi, nuk është thjesht vetëm të qeveria, është se çka do të ndodhë sidomos me çështjen e marrëveshjes që ne duam të kemi një marrëveshje përfundimtare me Serbinë, se ende nuk e kemi një qëndrim të qartë, ose hala publikisht nuk kemi një qëndrim, sidomos të Shtetet Bashkuara të Amerikës, se çka ka ndërmend me bë. Dhe mendoj që kjo është çka po mundohet me marrë vesh Kurti, që pastaj ta di të tentoj ta bëj qeverin, apo të kaloj në opozitë. Sepse unë mendoj se nëse ai ka vullnet me kriju qeverin, mundet me bë. Ka edhe do të ketë parti politike të gatshme me ullë me diskutuate. Ndonë se qëndrimet jo vetëm për çështjen e marrëveshjes gjithsesht asociacionit, por edhe disa çështje tjera janë shumë të ndryshme nga partitë që deri dje kanë qenë opozitë, dhe për mua rrugdalja tjetër është që Kurti ta pranoj se nuk mundet me kriju shumicën parlamentare, përkundër faktit se subjekti i tij ka dalë i pari në zgjedhjet e fundit, dhe të gjej një lloj konsensusi që ta merr kryetësimin e kuvendit partia e tij, dhe pastaj të ecë tutje me qeverinë. Dhe unë mendoj se edhe opozita këtu duhet tregohet më zgjuar dhe të arrijë një konsensus, t'ja votoj kryetarin, kanë arsye, mos me votu zonjen Agjiu. Si dilet nga kjo krizë? Ndremi një kandidature nga vetëvendosja, apo nga një subjekt tjetër? Jo, sepse vetëvendosja ka të drejtë me i propozu edhe 47 deputet, dhe ata po qëndrojnë në propozimin e tyre fillestar, përderisa opozita ka dhënë sinjale. Madje kanë përmend edhe emra, por jo vetëm emra. Unë mendoj se ka edhe emra tjerë. Ishte zoti Haradinaj me 2 emra, Shqipe Selimin edhe Saranda Bogujevcin. Unë në fakt nuk e kuptoj as vetëvendosjen pse degradoi pozitën e kryekuvendarit. Pse degradoi? Po pra sepse Glauko Njufsa është kryetar më i mirë se Albulena Agjiu. Pse duhet me e propozu një kandidat tjetër? Ndoshta Konjufsa mund të jetë kandidat për kryetar të Prishtinës. Po prap mundet me qenë kryetari i kuvendit. Ose mund të jetë kandidat për president, siç po më shef Prap mundet me qenë kryetari i kuvendit. Vjosa Osmani para se të bëj presidente ka qenë kryetari i kuvendit. Nuk e ndalon asgjë që deri në një vendim tjetër. Ti thu Konjufsa do merrte mbështetje. Unë mendoj se Konjufsa jam e sigurt se është më i pranueshëm se Albulena Agjiu, dhe me një diskutim mendoj se mund të arrihet një konsensus që partitë tjera ta votojnë zotin Konjufsa. Po, Gasha është problemi tek kandidatura e zonjës Agjiu, a është rrugdalje